Even in his Edhe pse me zë të ullët, urdhri i Thachit është i qartë. Dëshmitari 4 duhet, dhe këtu citoj, të korrigjojë dëshminë e tij të mëparshme, çfarë do thotë që duhet të ndryshojë dëshminë e tij të mëparshme në favor të zotit Thaçi. Më konkretisht, ai referohet pjesës 6, faqes 7 të intervistës konfidenciale me ZPS-n. Dhe që dëshmitari duhej që ta bënte të ndryshim këtu në Hag, në seancën për përgatitjen e dëshmitarit me ZPS-n, përpara se sa të ulej në bankën e dëshmitarëve në këtë sallë gjyqi. Thaçi urdhëroi dhe tha që kjo është faqa dhe pjesa që vizitorët e tij duhet të merrnin me vete në mënyrë të tillë që ta bënin punën që ju kishte kërkuar. Dhe më pas duhej që të siguronin që nuk kishte asnjë lloj dyshimi për urdhrat e vet, dhe nuk kishte asnjë hapësirë për gabim. Thaçi i bëri edhe më të qarta udhëzimet e veta. I kërkoj sekretarit që të paraqesë klipin deri në minutën e 2 sekundi 7. Part 6. Pjesa 6, faqja 7, deri tek rreshti konkret, specifik. Të nderuar gjykatës, besoj se mund të dëgjoni shumë qartë zhurmën e letrës që sapo e dëgjuam në këtë fragment. Pra thuhet që dëshmitari 4 duhet me përmirësu dëshminë e tij. Dhe në pjesën përfundimtare të këtij fragmenti që sapo dëgjuam, Thaçi e tha shumë qartë se çfarë mesazhi kishte lidhur me këtë dëshmitar. Do kërkoj sekretarit që të vazhdoj me pjesën tjetër të këtij klipi. Thaçi dhe parashikon që çfarë do i bëjmë, cilat janë pyetjet që do i bëjnë dëshmitarit gjykatësit. Dhe nuk ka pikë dyshimi që pjesa e fundit e këtij fragmenti të incizuar është më e vështirë që të dëgjohet sepse zoti Thaçi po flet me zë shumë të ulët. Por, pavarësisht përpjekjes për të fshehur atë që po thoshte, ai nuk e arrin këtë qëllim. Këtë do ta shikojmë gjithashtu edhe përmes provave që tregojnë që në pjesë të veçanta të deklaratave të mëparshme të dëshmitarit 4, që Thaçi në mënyrë të vazhdueshme i ka përsëritur, përkatësisht pjesa 6, faqja 7, ishin pjesët konkrete ku dëshmitarit i bëjnë pyetje lidhur me përfshirjen e Thaçit në keqtrajtimet e pretenduara nga anëtarët e UÇK-s. Me fjalë të tjera, ajo çfarë dëshironte Thaçi lidhur me pjesën 6, faqja 7, ishte që të eliminoheshin provat për përfshirjen personale të Thaçit në keqtrajtimin e pretenduar të dëshmitarëve. Dhe sërish, edhe kësaj here, bëhet fjalë për dëshmi të cilat janë mbledhur jashtë objektit të paraburgimit që e provojnë të gjë përtej dyshimit të arsyeshëm.
Në këtë kuadër, në qëse do i referohemi datës 2 nëntor 2023, më pak se sa një muaj pas vizitës së kryesiut dhe Kilaj për zotin Thaçi, ZPS-ja zhvilloi një kontroll të autorizuar me urdhër gjyqësor në banesën e Kilajt në Kosovë. Gjatë këtij kontrolli, ZPS-ja sekuestroi copa letre të grisura nga një qese mbeturinash që ishte lënë në hyrje të banesës së zotit Kilajt. Mund të shikojmë këtë në provën materiale të ZPS-s P00123. Pra, sikurse e shikoni, kjo qese është mbushur me letra të grisura. Ekspertët forensik i kanë bashkuar këto copat e grisura të letrës dhe rezultatet tregojnë që Kilaj kishte grisur dhe kishte hetur në kosh mbeturinash, jo copa letrash rastësore, por letra të grisura të dy deklaratave të mëparshme konfidenciale të dëshmitarit 4. Një prej letrave të grisura mund të shikoni në ekran dhe kjo ka numrin P3 të provës materiale të ZPS-s. Kjo është pikërisht faqja 6, pjesa 6, faqja 7 e dëshmitarit, e dëshmisë paraprake të dëshmitarit 4, dhe ndërkohë e kemi dhënë të paqartë, nuk mund ta lexoni sepse mbetet një dokument konfidencial. Ndërkohë që versioni plot i deklaratës së dëshmitarit 4 të ZPS-s i është nxjerrë Thaçit në çështjen 6 përpara vizitës së 6 tetorit. Pjesë e dokumentit sekuestruar nga Kilaj është eksaktësisht e njëjta pjesë dhe e njëjti numër faqe që Thaçi tha që dëshmitari duhet ta ndryshonte, pra që ja kërkoi Kilajt gjatë vizitës që ky i fundit i bëri zotit Thaçi. Dokumenti i grisur i sekuestruar nga Kilaj ka madje edhe pjesë të nënvizuara, ka edhe shënime me dorë në pjesët konkrete për të cilat Thaçi kërkoi në mënyrë të vazhdueshme që dëshmitari 4 duhet që të ndryshonte dëshminë e vet. Të nderuar gjykatës, këtu përfshihet edhe një kuti e bërë me shkrim dore lidhur me pyetjet dhe përgjigjet që fillojnë në rreshtin 9, pjesa 6, faqja 7. Kjo është pjesa që ka të bëjë me identifikimin paraprak të dëshmitarit të zotit Thaçi, pra identifikim që i ka bërë dëshmitari zotit Thaçi. Dhe kjo nuk është e gjitha, sepse ZPS-ja ka marrë gjithashtu përmes urtit gjyqësor incizime dhe të dhëna nga qendra e paraburgimit dhe nga printimet dhe kompjuteri i zotit Thaçi. Të gjitha dokumente janë shqyrtuar nga një eksperte e pavarur përpara se sa t'i jepeshin ZPS-s. Asnjë prej këtyre dokumenteve nuk është stipuluar nga privilegji ligjor. Dhe këto dokumente tregojnë se Thaçi ka printuar të njëjtën pjesë konfidenciale të deklaratës së dëshmitarit 4 vetëm 2 ditë përpara se sa të përdorte atë gjatë vizitës me zotin Kilaj dhe zotin Kryesiu. Këtë mund ta shikoni në provën materiale të ZPS-s P00128. Provat tregojnë gjithashtu që Thaçi ka printuar edhe dokumente të tjera të lidhura me dëshmitarin 4, menjëherë përpara vizitës së 6 tetorit me Kilajn dhe Kryesiun, përfshirë këtu edhe një dokument tjetër që është gjetur i grisur në qesen e mbeturinave të Kilajt. Për referencë të mëtejshme, mund të referohemi në provës P00133 të ZPS-s. Me fjalë të tjera, nderoj gjykatës, provat mblidhen me njëra tjetrën për të treguar që përshpërimat e Thaçit në audio incizim, pra nuk janë të vetme si prova, po janë prova të cilat mbështeten dhe konfirmohen nga prova të tjera fizike dhe elektronike. Kjo tregon organizimin, planifikimin dhe hapat konkret që i akuzuari ka ndërmarrë në përpjekje për të penguar procedurat dhe për të ndërhyrë me dëshmitar që dëshmonin në mënyrë të tillë që dëshmitë e tyre të ndryshoheshin për të shërbyer zotit Thaçi. Do marr një tjetër shembull për të treguar se si funksiononte ky plan. Sikurse thuhet në atë akuzë, grupi i Smakajt e akuzuar në këtë çështje gjyqësore kanë bërë 2 vizita. Njërën vizita kanë bërë në shtator dhe njën tetor të 2023. Gjatë të dyja vizitave, Thaçi ka përmendur në mënyrë të vazhdueshme Bisrim Syrapi për ndërhyrje. Këtë e trajtova pak më herët.
Këtu përfshihej recitimi I gjatë I Thachit lidhur me pika specifike të zyrapit dhe sqarimet që ai kërkonte që të bënte zyrapin në mënyrë të tillë që të minimizonte rolin dhe llogaritdhënien përgjegjësinë e zotit Thaçi. Kjo përfshinte faktin që shtapi I përgjithshëm përpoi vetëm prej 6 personave deri në nëntor 98-s, duke përjashtuar Thaçin, që Thaçi kishte qenë jashtë Kosove në periudhën nga nëntor 98-s deri në mars 99-s dhe që në përgjithësi ai të përqendrohej tek komandantët e zonave dhe Adem dhe Maçi. Gjatë vizitës së 7 tetorit, Thaçi dhe vizituesit e tij kanë përdorur një taktik tjetër përveç përshpëritjes së zakonshme në mënyrë të tillë që të mos merrni vesh se çfarë po diskutonin, dhe çfarë udhëzimesh jepeshin për dëshmitarët. Kësaj here, përpara se të fillonin të flisnin me Smakaj lidhur me zyrapin, Thaçi I tregoi Artan Berhamit që të fliste më me zë të lartë në mënyrë të tillë që të mos diktohej dhe të mos merrni vesh se çfarë po përshpëriste zoti Thaçi. Berhami e bëri këtë gjë, ndërkohë që filloi që të fliste në zë të natyrshëm. Smakaj I raporti Thaçit që ai kishte qenë në kontakt me zyrapin dhe zyrapi tha përshëndetje. Këto mund t'i shohini në të gjitha ato që unë sapo ju shpjegova, mund ta shikoni në këtë fragment të videoinqizimit. Kështu frymen me përhap, do të thonë shështë. Ja, vi ser dött gå. Så det måste vi inte driva först. Så jag kan först. Får det man gör med Ja, lätt. Man ser tid vågar det först. Ja, det är chatt på det. Och Все för det man кто? Oj, vad som var church. Det var det på Papa. en gåva jag vågar passa för. De night peak. Se dikta Jugoslavia që si pika presin. Here again, Edhe këtu, provat e mbledhura jashtë objektit paraburgimit përkojnë me atë se çfarë është në përshpëritje brenda objektit paraburgimit. Më konkretisht, prova materiale ZPS-s me numër RN-je 125731 që e pat përmban informacione të cilat janë marrë prej telefonit celular të Smakajt. Dokumentacioni tregon që me datën 23 tetor 2023, Smakaj dhe zyrapet kanë qenë në kontakt, ashtu sikurse Smakaj I kishte ndoj thoshte Thaçi disa ditë më pas. Dhe në fragmentin e shkurtër që do të dëgjojmë tani të vizitës së 7 tetorit, sikurse bëri në rastin e grupit të Kilajt kur e vizituan atë, Thaçi përdori dokumente për të siguruar që udhëzimet për ndryrën ndaj dëshmitarëve të ndiqeshin nga vizitorët. Atëherë, vazhdojmë me klipin e radhës, të cilin e ka marrë nga prova materiale ZPS-s për 00120. Ska man ju just gör det. Çfarë do? Maler. now, just 3 weeks Vetëm 3 javë pasi Smakaj dhe Thaçi diskutojnë duke shkëmbyer letra në shkelje të rregullores së objektit paraburgimit, një prej personave për cilën ta flasin është Bislim Zyrapi. Ndërkohë që dokumenti që për cilin diskutohet është dokumenti që është sekuestruar nga makina automjeti I zotit Smakaj. 2 faqet e dokumentit mund të shikoni edhe këtu që janë dokumenti P00125 që është provë pranuar e ZPS-s. Pra, në këtë dokument janë të nënfizuara aspekte të cilat përmbajnë një narrativ
që ulin rolin ose minimizojnë rolin e leadershipit të zotit Thaçi në UÇK, ndërkohë që i kaloi përgjegjësia aktorëve të tjerë në mënyrë të tillë që të eliminohet dhe minimizohet përgjegjësia e zotit Thaçi për krimet e ngritura në akt akuzë në çështjen 6. Narrativa nga ky dokument, i cili është marrë nga automjeti i zotit Smakaj, është synuar që të shërbente për të ndërhyrë me dëshmitarët me persona, me dëshmitarët të brendshëm të UÇK-s, duke përfshirë këtu edhe Bislim Zyrapi. E nderuar gjykatës, ndërmjet të tjerash, edhe kjo është e qartë se këto bët që janë të shkruara me shkrim dore i referohen konkretisht zotit Zyrapi dhe dëshmisë prej tij. Është gjithashtu e qartë nga fakti që disa prej pjesëve të dokumenteve përkojnë me udhëzime të dhëna me gojë nga zoti Thaçi për, në thonjza, Bisën, dhe me Bisa i referohet Bislim Zyrapit gjatë vizitës së incizuar të 7 tetorit. Për shembull, këto mund ta vini re dhe duke krahasuar transkriptin e kësaj vizite me tekstin e dokumenti që i është sekuestruar Smakajt, sikurse mund ta shikoni këtu, dhe që është i regjistruar si provë materiale e ZPS-s me numër P00110 AT dhe ET dhe prova materiale e ZPS-s P00125. Vetëm kjo faqe e dokumentit të Smakaj, që e shikoni në diapozitiv, përmban shumë gjëra të ngjashme me udhëzimet e dhëna nga zoti Thaçi për të grupin e Smakajt se si duhej që të jepte dëshmi Zyrapi. Përfshirë faktin që shtabi i përgjithshëm përbëhej vetëm nga 6 persona, 3 antar në Kosovë, duke përfshirë 2 studentë letërsie dhe 3 antar që ishin jashtë Kosovës. Ka edhe shumë përkime të tjera, të cilat janë dokumente të pranuar në prova, dhe disa prej këtyre përkimeve janë fjalë për fjalë të njëjta. Prova do t'tregon gjithashtu që i njëjti dokumenti sekuestruar nga Smakaj, pa këto highlighted dhe pa shkrimin me dorë, është gjetur në kompjuterin e zotit Thaçi në objektin e paraburgimit me titullin për avokatët. Pra është e njëjta dosje, e njëjti dokument i cili është printuar në objektin e paraburgimit vetëm disa orë përpara se Smakaj dhe Berhamit vizitonin Thaçin në datën 7 tetor. Këtu mund të shikoni provën e prokurorisë për 00128, ku bëhet fjalë për dokumentin që unë sapo shpjegova. Për të qenë të qartë, zoti Smakaj nuk ka qenë asnjëherë avokat i çështjes 6 apo antar i ekipit mbrojtjes së zotit Thaçi në çështjen 6. Të marrën së bashku, këto prova tregojnë që Thaçi ishte organizuar dhe i përgatitur për vizitën e 7 tetorit në mënyrë të tillë që ai të jepte udhëzime sa i takon dëshmisë së zotit Zyrapi dhe të kërkonte grupit të Smakajt që t'i transmetonin këto komente të zotit Zyrapi. Dhe së fundi, prindëri i përdorur për të printuar dokumentin e sekuestruar nga automjeti i zotit Smakaj është i njëjti i përdorur nga zoti Thaçi për të printuar dokumentet konfidenciale që zoti Thaçi ka përdorur me vizitorët e tij sa i takon dëshmitarit 4. Këtë mund ta shikoni në provën 128. Provat në të çështje gjyqësore, nderuar gjykatës, janë të shumta dhe janë konfirmuese ndaj njëra tjetrës. Ata janë pjesë së njëjtës qëndrimi, që zoti Thaçi ishte drejtuesi dhe organizatori i disa përpjekjeve për të penguar dhe për të ndërhyrë me dëshmitarët në çështjen 6. Të marrën së bashku, provat do të provojnë që zoti Thaçi, zoti Kilaj, zoti Smakaj, Fazliu dhe zoti Kuçi janë secili prej tyre fajtor për te i dyshimit arsyeshëm për veprat e ngritura në akt akuzë ndaj tyre. Zoti Hicks, kolegu im, Hicks O'Connell,
do të flas lidhur me bazën ligjore të zbatueshme në këtë rast. Good afternoon again, Your Honor. Mirëdita, i nderuar gjykatës, mirëdita të nderuar koleg. Tani besoj që e dëgjuam të gjithë se cili ishte historiku i procesit gjyqësor dhe në veçanti se cili ishte baza ligjore për sa i takon ndërhyrjes ndaj dëshmitarëve. Ne të gjithë dëgjuam se cila është baza e kësaj çështje gjyqësore, se si zoti Thaçi përzgjodhi persona për ta ndihmuar ata për të ndërhyrë me dëshmitar në çështjen 6. Dhe juve po ashtu keni parë dhe dëgjuat në përmbledhjen se disa prej provave janë të mbivendosura me njëra tjetrën dhe konfirmojnë njëra tjetrën dhe këto prova gjithashtu kanë të bëjnë jo vetëm me qendrën e paraburgimin, por edhe në vende të tjera. Unë tani do merrem me bazën ligjore që shërben si justifikim për akuzat e ngritura në akt akuz. Veprat penale dhe forma e përgjegjësisë penale lidhen individualisht me veprimet dhe rrethanat e secilit prej të akuzuarve. Të gjitha akuzat bien në 3 kategori veprash penale. Së pari, pengim i personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, së dyti, shkelje e sekretit procedurave dhe së treti, kundërshtimi i gjykatës. 4 nga të akuzuarit, përkatësisht Thaçi, Smakaj, Kilaj dhe Fazliu, janë akuzuar me pengim të drejtësisë. Thaçi është i vetmi akuzuar që është akuzuar për shkelje të sekretit të procedurës. Së fundi, të 5 akuzuarit janë akuzuar për kundërshtim të gjykatës. Atëherë, do filloj së pari me pengimin e drejtësisë. Kjo vepër penale buron nga neni 401 paragrafi 2 i Kodit Penal të Kosovës, që parashikon që çdo person që merr pjesë në një grup personash, të cilët përmes veprimit përbashkët pengojnë ose mundohen të pengojnë një person zyrtar që të kryej vepra zyrtare, dënohet. Në këtë rast, baza e akuzave për pengim në nenin 401-2 del prej 3 grupeve të veçanta. Sikur se është shpjeguar, së pari kemi grupin e Fazliut që përfshin Thaçin si liderin e grupit, Fazliun dhe djalin e tij Fariun. Së dyti, grupi Smakaj që përfshin Thaçin si lider i grupit, Smakajn, Blerim Shalën dhe Artan Berhamin. Dhe së fundi, grupin e Kilajt, përsëri duke përfshirë Thaçin si liderin e grupit, Kilajn dhe Vllaznin Kryeziun. Secili prej këtyre grupeve ka një akuzë, një pikë në akt akuzë për të akuzuarit që ka të bëj me pengimin e drejtësisë në çështjen 6 duke u përpjekur që të ndërhyjnë ndaj dëshmitarëve të prokurorisë. Neni 4.1 ka edhe 2 dispozita të tjera që lidhen me akuzat në këtë çështje konkrete. Edhe to janë në paragrafët 3 dhe 5. Këto 2 dispozita janë të përshëndruar në aspekte të cilat rëndojnë ose zgjerojnë pretendimin për pengim të një personi të akuzuar. Më konkretisht, neni 401.3 deklaron se një drejtues ose organizator një grupi që kryen pengim të synuar është i dënueshëm me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Kjo dispozit zbatohet për Thaçin dhe ai akuzohet me 1 pikë për secilin për 3 grupeve ku ka marrë pjesë dhe drejtuesi i cilëve ka qenë. Përveç kësaj dhe për nenin 401 paragraf 5, kur bëhet fjalë për pengim dhe kur pengimi i synuar kryhet ndaj një gjyqtari, prokurori ose një zyrtari të gjykatës, prokurori ose një person të autorizuar nga gjykata ose zyra e prokurorisë, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre zyrtare, autori i veprës duhet të dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Ky faktor rëndues zbatohet për secilin prej anëtarëve të akuzuar të 3 grupeve, domethënë për Thaçin, Smakajn, Kilajn dhe Fazliun, sepse veprimet e tyre synoheshin që të komprometonin aftësinë e DSK-s dhe të SPS-s për të hetuar në mënyrë efektive dhe për të ndjekur penalisht krime, në veçanti për të siguruar dhe për të marrë dëshmi të relevante dhe të vërteta dëshmitarëve. Thelbi i këtyre akuzave
që të gjitha kanë edhe masa dënimit më të mëdha, është se fajësia në një pikë të akuzës për secilin për të akuzuarve parashikon një masë dënimi prej 1 viti të minimum dhe 5 maksimum. Që veprimet e 3 grupeve të akuzuara kanë përpjekur që të pengojnë një person zyrtar në kryerin e detyrave zyrtare është e qartë, siç është afirmuar edhe në vendimin e konfirmimit të kësaj çështje. Përpjekjet për të ndikuar në mënyrë të paligjshme mbi dëshminë e dëshmitarëve të ZPS-s mund të kompromitojnë dëshmi e cila mund të mos frydzohet më në gjykim, mund të çojë në shkarkimin apo në dëmtimin e dëshmitarëve dhe mund të ndikojnë në integritetin e procesit para DSK-s, që të gjitha këto përfundime pengojnë punën e personelit të ZPS-s, përfshirë të hetuesve dhe prokurorëve, si dhe të gjykatësve të DSK-s. Veprimet të ndërmarrë nga anëtarët e grupit, të cilat vërtetohen përmes provave të kësaj çështje gjyqësore, ishin thelbësore, konkrete dhe specifike. Nuk ka nevojë që të arrijë sukses në kontaktimin dhe ndikimin me dëshmitarët. Dëshmitarët të akuzuarit nuk janë akuzuar për këtë çështje. Ajo për të cilën janë akuzuar janë përpjekje dhe përpjekjet janë kriminale. Ky është ligji synimi të cilit është të mbrojë funksionimin e sistemit të efektshëm ligjor duke mos penguar zyrtarët në kryerin e detyrave zyrtare dhe duke i mbrojtur ato nga përpjekjet për të minuar drejtësinë. Neni 401-2 shprehimisht e kriminalizon përpjekjen për pengim në të njëjtën mënyrë si pengimin në vetvete, si pengimin e realizuar apo të ekzekutuar për shkak se kështu është parashikuar me ligjin e shkruar. Megjithatë, është rëndësishëm të analizohet që ka patur kontakte mes disa anëtarëve të grupeve dhe dëshmitarëve të shënjeshtruar para dhe pas vizitave të përmendura në akt akuz. Dhe deduksioni arsyeshëm që nuk është i domosdoshëm për të vërtetuar nëse fajësinë lidhur me përpjekjet për pengim është se këto kontakte në fakt ishin në vijimësi të realizimit të planit të përbashkët. Kolegu im ka thënë në shembuj mbi këtë tashmë. Provat në tërësi tregojnë se anëtarët e secilit prej grupeve të Fazliut, Smakajt dhe Kilajt, që të gjithë të udhëhequr apo të drejtuar nga Thaçi, morën pjesë në mënyrë të qëllimshëm në një grup synimi i të cilit ishte përpjekja për të penguar dëshmitarët e shënjestruar të çështjes 6. Në fakt nuk ka asnjë dyshim se të akuzuarit kanë pasur dënim mbi ato që po bënin dhe i dinin se bëi fjalë për vepër penale për shembull. Shihni paralajmërimin që Thaçi i dha Fazliut shprehimisht për të shfrytëzuar një ndërmjetës për të kontaktuar Rustem Mustafën dhe zbatimin e këtij udhëzimi nga ana Fazliut. Analizojnë vizitën e 6 tetorit, kur Thaçi i këshilloi Kilen dhe Kryeziun se nëse nuk tregohen të kujdesshëm, po citoj, do të ju sjellin edhe ju këtu që jeni bashkë me mua, përfundimi i citimit. Dhe Kile i përgjigjet, citoj, nuk ka rëndësi, edhe unë mund të qëndroj këtu për një 2 vjet, përfundimi i citimit. Analizoni vizitën e 7 tetorit, kur Behrami lexoi rregulloren e paraburgimit me zë të lartë dhe në praninë e Smakajt, e cila përcakton që vizitorëve nuk u lejohet që të shkëmbejnë artikuj me të paraburgosurit, ndërkohë që prisnin arritjen e Thaçit. Dhe përfundimisht anëtarët e grupit, që të gjithë ndërmorën veprime, të cilat i kanë kontribuar synimit të pengimit të zyrtarëve të DSK-s dhe ZPS-s në proceset gjyqësore para kësaj gjykate. Kërkesat ligjore për akte akuzën, për pikët akte akuzës që kanë të bëjnë me pengimin, realizohen në rastin e Thaçit, Fazliut, Smakajt dhe Kilit. Këtu përfundon pjesë që ka të bëjë me përpjekjet për pengesë, dhe kolegja ime tani do të flasë lidhur me pikat e tjera të akte akuzës.
Mirëdita e nderuar gjykatës, kolegë në këtë sallë gjyqi. Jam Claire O'Connell, në emër të ZPS-së po flas. Po kaloj tek vepra penale e dhunimit të sekretit të procesit në bazë të nenëve 392.1 dhe 392.2 të KPK-s. Vetëm tha që është akuzuar me këtë vepër penale në pikat 4, 5, 6 dhe 7 të akt akuzës. Sipas nenit 392 të KPK-s, kushdo që pa autorizim zbulon informata për të cilat është njoftuar në procedurën zyrtare që sipas ligjit nuk mund të zbulohen, apo informata që janë shkpatur si fshehtësi me vendim të gjykatës apo të organit kompetent, dënohet. Për ndryshe, 392.2 i KPK-s thotë që një person i cili pa autorizim zbulon të dhëna për identitetin apo të dhënat personale të personit të mbrojtur në procedurë penale, dënohet. Nxjerrja e paligjshme e informacionit mund të përfshijë shpërndarjen e materialit në origjinal apo të kopjuar, citimin, përshkruarjen apo referencën ndaj përmbajtjes së një materiali dhe dhënien e këtij materiali personave të tjerë me qëllim që t'u lejohet atyre që ta lexojnë apo ta kopjojnë materialin me qëllim që të shfrytëzojnë përmbajtjen e tij. 4 pikat e shkeljes së sekretit të procesit me të cilat akuzohet Thaçi burojnë nga nxjerrja e informacionit të konfidencial dhe identitetit të dhënave personale të një personi të mbrojtur, i cili nuk ishte i autorizuar dhe kjo është dhënë anëtarëve të grupeve me gjatë 2 korrikut, 9 shtatori, 6 vizitave të 2 korrikut 9 shtatori, 6 shtatori dhe 7 tetorit. Informacioni që ka dhënë Thaçi gjatë këtyre vizitave të këtyre grupeve ishte i klasifikuar si konfidencial në parashtrimet e protokolluar të DSK-s. Këto dokumente përfshinë dëshmitarët e ZPS-së në çështjen 6 dhe masat mbrojtëse të lëshuara sipas vendimit të trupit gjykues të çështjes 6. Thaçi po kështu mori dhe nxori në mënyrë të paligjshme dhe përmbajtjen e provave konfidenciale siç është nxjerrë nga ZPS-ja për këto grupe, për këto vizita të grupeve. Siç është diskutuar më herët, informacioni konfidencial që është nxjerrë Thaçit përfshinte emrat dhe dëshminë e pritshme të dëshmitarëve të çështjes 6, kohën e paragjikjes së tyre për të dhënë dëshmi para trupit gjykues, hollësitë e provave që ishin dhënë në seanca private para DSK-s, informacionin e personal biografik të dëshmitarëve që nuk ishte i publikuar dhe më shumë informacionet e tjera. Thaçi nuk është autorizuar nga ZPS-ja apo kuadri ligjor i DSK-s për të nxjerrë dëshmitarin informacion sekret. Që bëri një gjë të tillë Thaçi me synimin e pengimit të dëshmisë së dëshmitarëve në çështjen 6 për të minimizuar përgjegjësinë e tij penale në atë proces gjyqësor, duhet të shfrytëzohet si faktor rëndues. Shkelja e sekretit të procesit të çështjes 6 nuk ishte aksidentale apo një shkarje rastësore. Në fakt, nxjerrjet nga Thaçi ishin të përsëritura dhe të synimshme dhe të bërë me ndjenjen e plotë se veprimet e tij ishin të paligjshme. Si palë e procesit së çështjes 6, Thaçi ka patur dënime e detyrime që ka patur për të trajtuar informacionet konfidenciale dhe statusin e dëshmitarëve të mbrojtur me kujdes dhe me kujdes të madh. Thaçi t'i kujtua këtë detyrim jo vetëm përmes parashtrimit të protokolluar dhe klasifikimit të provave që kishte marrë, por edhe për shembull në fillim të paraqitjes së çështjes së ZPS-s në çështjen gjyqësore 6/11 prill 2023, kur kryegjykatësi e nënvizoi këtë detyrim dhe deklaroi si më vonë. Trupi gjykues së kujton palëve dhe pjesëmarrësve lidhur me detyrimin që kanë që gjatë gjithë kohës që paraqisin prova të marrin parasysh masat mbrojtëse të urdhëruara dhe vazhdoi. Përmëtej, trupi gjykues vëren se lista e dëshmitarëve të ZPS-s aktualisht është klasifikuar si konfidenciale.
për rrjedhoi fakti që një individ është një dëshmitar i mundshëm i ZPS-së, është informacion konfidencial edhe nëse një individ i tillë nuk është dëshmitar i mbrojtur. Megjithatë, pavarësisht se ky kuadër ligjor është i qartë dhe ndalon nxjerrjen e informacionit konfidencial, tha që në mënyrë të përsëritur dhe të synimshme e ka shkelur sekretin e procesit të çështjes 6. Sjellja e Thaçit përmbush në këtë mënyrë standardin ligjor për 3 pikat e akuzës sipas neni 392.1 të KPK-s dhe për 1 prej pikave të akuzës sipas neni 392.2. Në fund, mosbindjen ndaj gjykatës. Të 5 akuzuarit akuzohen me mosbindjen ndaj gjykatës. Thaçi sipas pikave 8 deri 11, Smakaj sipas pikës 13, Kilej sipas pikës 15, Fazliu sipas pikës 17 dhe Kuçi sipas pikave 18 dhe 19. Neni 393 i KPK-s parashikon se kushdo që nuk i bindet ndonjë urdhri, vendimi apo aktgjykimi të ndonjë gjykate dënohet. Për Thaçin dhe Kuçin, akuzat e mosbindjes në këtë çështje gjyqësore burojnë nga protokolli i çështjes 6, është vendim i nxjerrë nga trupëgjykuesi i çështjes 6, ka të bëjë lidhur me trajtimin e informacionit konfidencial nga ana e palëve dhe pjesëmarrësve të asaj çështjeje gjyqësore. Gjatë gjithë kohës, Thaçi ishte akuzuar në çështjen gjyqësore 6, ndërkohë që Kuçi ishte anëtar i ekipit mbrojtës të Veselit. Vlen të shënohet se ky protokoll zbatohet për të gjitha kontaktet me dëshmitarët e një palë kundërshtare, përfshirë edhe pas dhënies së dëshmisë anë atyre. Ky protokoll i cili është apeluar dhe është mbështetur, ky mbetet edhe një vendim përfundimtar i provës i formës së rreptë. Dhe protokolli i çështjes 6 që ka ndaluar një palë pa pjesëmarrës të çështjes 6 që t'i jap informacion konfidencial palëve të treta me përjashtim të rastit kur kjo ishte rreptësisht e domosdoshme dhe kur përmbushishin kushte të rrepta, nxjerrjen për palët të treta të përfshirjes së ndonjë dëshmitari të mbrojtës të DSK-s apo të ZK-s dhe që të kontaktojnë dëshmitarët e palës kundërshtare jashtë kuadrit të zbatueshëm. Sa i përket Thaçit, ai ka kryer mosbindjen e gjykatës në pikat 8, 10 dhe 11 duke shkelur protokollin e çështjes 6. Këtë e ka bërë duke dhënë detyra të bashkëakuzuarve që të kontaktonin dëshmitarët jashtë këtij protokolli dhe duke nxjerrë në mënyrë të vazhdueshme informacion konfidencial lidhur me dëshmitarët për vizitorët e tij gjatë vizitave të 2 korrikut 9 shtatorit, 6 shtatorit dhe 7 tetorit. Dhe ky model i mos zbatimit të protokollit të çështjes 6 nuk ishte domosdoshme për përgatitjen dhe paraqitjen e argumenteve të Thaçit atje. Por mosbindja e gjykatës ishte pjesë e një skeme nga ana e akuzuarve për të ndërhyrë në çështjen 6, përfshirë edhe përmes udhëzimeve të qarta dhe të përsëritura që Thaçi u dha anëtarëve të grupeve që të kontaktonin dëshmitarë duke i shfrytëzuar ato si ndërmjetës për përpjekjen e tij për prengim. Ngjashëm, siç parashikohet në pikën 9, Thaçi era dakord me Kuçin që të mos bindeshin ndaj gjykatës kur me udhëzimin e Thaçit ata ranë dakord që Kuçi të takonte dëshmitarët e ZPS-së jashtë kuadrit të protokollit të çështjes 6 dhe Kuçi mori masa thelbësore për të zbatuar këtë marrëveshje të arritur. Siç është vërtet me gjitha krimet e aktakuzës, synimi i Thaçit është i qartë nga veprimet edhe nga mënyra si i ka ndërmarrë ato veprime. Dhe ja vlen të shënohet që përshpëritjet dhe zëri i ulur i vazhdueshëm kur ato diskutojnë informacione konfidenciale përbën shkelje të drejtë për drejtë të protokollit të çështjes 6. Synimi i mosbindjes duke qartë edhe në përpjekjen për të kontaktuar dëshmitarët në mënyrë sekrete dhe kjo është në shkelje të protokollit të çështjes 6 dhe kjo bëhej më shpresën që të mos kapeshin. Në të njëjtën kohë, sipas pikës 18, Kuçi era dakord me Thaçin që të kryejë një shkelje
mosbindjen e gjykatës përmes marrëveshjes pajtimit të tyre për të kontaktuar dëshmitarët jashtë kuadrit të protokollit të çështjes 6. Kjo marrëveshje kishte përqinte akte për të zbatuar, si për shembull nismën e Kuçit, me qëllim që të takonte të paktën një dëshmitar të shinistruar pas kthimit të tij në Kosovë, dhe kjo u ra dakord pas vizitës së 3 shtatorit. Mëtej Kyçi ra dakord që të shkruan të udhëzimet e thaqet gjatë vizitës së tyre dhe sugjerimet e tij se çfarë duhet të thonin dëshmitarët e shinistruar të çështjes 6 dhe shkoi deri atje sa të thoshte që kishte biseduar me një më shumë dëshmitar. Edhe në këtë rast, si dhe në pikat e krimeve të aktë akuzës, përpjekjet e Kuçit dhe të thaqet për të fshehur marrëveshjen e tyre për të mos i bindur gjykatës përmes përshpëritjeve gjatë vizitës së 3 shtatorit, përcakton apo vërteton se e dinin që bëhej fjalë për sjellje të ndaluar sipas protokollit të çështjes 6. Në mënyrë të ngjashme, Kuçi bëri krye veprimin e mosbindjes së gjykatës përmes shkeljes së qartë të synimshme të protokollit të çështjes 6, siç parashikohet në pikën 19. Në mënyrë specifike, kontakti drejt për drejt i Kuçit me një dëshmitar të çështjes 6 me 12 prill 2023 në shkelje të protokollit të çështjes 6 çoi në kryerjen e veprës penale të mosbindjes. Dhe ky kontakt ishte i qartë dhe i padiskutueshëm. Mëtej fakti se Kuçi, gjykatës avokat i trajnuar dhe në atë kohë edhe antar i ekipit mbrojtës të çështjes 6 e dinte se kjo sjellje nuk mund të dyshohet që kjo sjellje ishte bërë në dijeni se ishte shkelje e protokollit të çështjes 6. Në fund, sa i përket pikave 13, 15 dhe 17 të akuzës, me të cilën akuzohen me mosbindjen e gjykatës Maka Kilën dhe Fazliu. Moda e përgjegjësisë për këto është ndihmese, që të tre këtë akuzuar i kanë dhënë ndihmesën e tij thaqet për kryerjen e veprës së mosbindjes në gjykatës. Në 33 i KPK-s parashikon që ndihma për kryerjen e një vepre penale përfshin krimin e kushteve apo heqjen e pengesave për kryerjen e një vepre penale. Është e rëndësishme të theksohet se Smaka Kila dhe Fazliu që të gjithë nënshkruan një marrëveshje si vizitor me të cilën rënë dakord që të mos nxjerrin asnjë informacion i cili do të mund të kompromentonte administrimin e drejtësisë ose përndryshe të minonte autoritetin dhe mandatin e DSK-s. Ky fakt vërteton se ato kanë pasur dinjë të plotë lidhur me llojin e sjelljes që ndalohej në objektin e paraburgimit të DSK-s. Përpasoj, dhe ndërkohë që Smaka Kile dhe Fazliu nuk ishin pjesë apo palë apo pjesëmarrës në çështjen gjyqësore 6, ato kanë patur dijeni padyshim se nuk mund të nxjerrin informacion konfidencial lidhur me dëshmitar të ZPS-s. Në fakt, ato dini atyre se sjellja e tyre ka qenë e paligjshme, është e qartë nga mënyra sjelljes gjatë vizitave përmes në mënyrë të veçantë përshpëritjeve dhe zërit të urrit kur diskutimet kishin të bënin me dëshmitarë konfidencial të çështjes gjyqësore 6. Një shembull tjetër i kësaj dienie është edhe grisja nga ana e Kilait e pjesëve të deklaratave të dëshmitarëve konfidencial, material i cili ishte i mbrojtur nga protokolli i çështjes 6, materiali që ai mori nga thaqja gjatë vizitës së 6 shtatorit. Dhe kjo më shpresë që të mos kapeshin gjatë intervistës me gënjerë se si e kishte marrë siguruar këtë material dhe pranoi që ishte material të cilin nuk duhet ta kishte pasur në posedim, pasi nuk ishte citoj në çështje me të cilin unë duhet të merresha. Që të gjitha këto janë tregues të qartë i synimit të tij për të mbuluar ndihmesën që i ka dhënë thaqet në kryerjen e mosbindjes së gjykatës. Që të gjitha këto faktorë përcaktojnë që Smaka Kile dhe Fazliu e dinin që ishin të ndaluar që të vepronin si ndërmjetës mes thaqit dhe dëshmitarëve të çështjes 6. Në vija të përgjithshme, Smaka Kile dhe roli aktiv i Smaka Kile dhe Fazliu gjatë vizitave përkatëse që kanë bërë thaqit, përfshirë këshillën
feedbackun dhe mbështetje morale, dakordësimi për të shkruar eksaktësisht se çfarë ka thënë Thaçi me qëllim që të mund të zbatoheshin qartë udhëzimet e tij për ndërhyrje, si dhe marrja e materialeve konfidenciale kanë krijuar kushtet dhe kanë hequr pengesën ndaj Thaçit për shkeljen e protokollit të çështjes 6 dhe për kryerjen e veprës penale të mosbindjes. Personi i cili jep ndihmën nuk ka nevojë që ta kryejë veprën penale të mosbindjes, ato duhet thjesht që të japin ndihmë dhe kryesit në mënyrë të qëlqënimshme dhe me dinjë të plotë dhe për lloj aktet dhe sjelljet e Smakajt, Kilet dhe Fazliut gjatë vizitave përkatëse i kanë mundësuar, kanë inkurajuar, kanë lejuar Thaçin në kryerjen e veprës penale të mosbindjes ndaj gjykatës dhe përpasoj ato janë fajtor për ndihmesën për kryerjen e kësaj vepre penale. Provat e ZPS-s në këtë çështje gjyqësore janë binduese dhe të gjithëanshme dhe reflektojnë përpjekje të vazhdueshme nga ana e akuzuarve dhe përbëjnë pikërisht edhe për që quhet për kufizimin e veprës penale të mosbindjes ndaj gjykatës. Në fakt nuk ka mbrojtje për sjelljen penale të akuzuarve. Provat do të tregojnë se të akuzuarit e kanë bërë krimet e këtë akuzës në mënyrë të vazhdueshme me synim dhe me dinjë të plotë. Dhe pas paraqitjes së të gjitha provave, ne do të kthehemi juve të ndëruar gjykatës, do të kërkojmë që të përcaktoni që dëshmitarët të shpallën përgjegjës në përputhje me ligjin. Ju falenderojmë për vëmendjen e ndëruar gjykatës, këtu përfundon edhe deklarata hapëse e ZPS-s. Gjykatësi faleminderit zonja Konon, zoti Ris. Unë besoj që ju doni të mbani një fjalë hyrëse në emër të zotit Smakaj, Ris, po do të filloj i ndëruar gjykatës. At the outset, Në fillim të çdo gjykimi është një numër çështjes që janë aq të rëndësishme sa duhet të përsëriten, pavarësisht se sa kompetent janë gjykatësit. Dhe në fakt disa prej këtyre ju i keni përsëritur gjatë kësaj seanse të mëngjesit të ndëruar gjykatës. E para është që barra e provës i takon prokurorisë. I akuzuari nuk ka nevojë që të provojë pafajësinë e tij. Prokuroria e provon fajësinë duke bërë të mundur që trupi gjykues të konkludojë që fajësia është përtej dyshimit të arsyeshëm dhe kjo përmes provë dhe pas paraqitjes së provave nga prokuroria gjatë fjalimit hapës dhe gjatë gjykimit vetë dhe vetëm bazuar mbi provat e paraqitura gjatë kësaj faze nga prokuroria. Gjykatat e faktit në të gjithë botën kujtohen në mënyrë të arsyeshme se ajo që thot në fjalën hyrëse prokuroria apo në çdo fazë tjetër nuk është provë gjyqësore dhe me të drejtë i ndëruar gjykatës ju na kujtuat lidhur me këtë parim. Një gjykatës i juria apo duhet të dinë se këtë procesi i gjykimit kërkon që ato të mbajnë të hapur të gjitha opsionet derisa të kenë dëgjuar të gjitha provat dhe të kenë dëgjuar të gjitha fjalimet përfshirë deklaratën fillestare dhe përfundimtare dhe pas peshimit të provave materiale. Të gjitha hamendësimeve që mund të apo supozime që paraqiten në sallë të gjykimit duhet të anashkalohen me fillimin e gjykimit. Dhe vetmi prezumim është prezumimi i pafajësisë, siç e parashikon edhe ligji 21.3 ligjit mbi dhomat e specializuara.
të dëshmitarit, i dyshuari apo akuzuari nuk ka për detyrë të përgjigjet pyetjeve nga prokuroria gjatë hetimeve. Në qoftë se atij bën pyetje, ai ka të drejtë që të ruaj heshtjen dhe kjo nuk duhet të interpretuar si përcaktim i fajësisë apo pafajësisë, siç parashihet nga neni 33 i ligjit mbi dhomat e specializuara. Në fazën përgatitore, ligji përcakton se asnjë prej të akuzuarve para dhomat e specializuara nuk ka për detyrë që të tregojë se si do të mbrohet, apo lidhur me akuzat që pretendohen nga prokuroria dhe të cilat i akuzuari i kundërshton arsyeën pse i kundërshton. Siç ju kujtuat se cili prej të akuzuarve sot në mëngjesin në ruaj gjykatës, i akuzuari ka të drejtin që të ruaj që të ri heshtur gjatë kohës së gjyqit. Dhe asnjë të akuzuari nuk e kërkohet që të japë dëshmi dhe kjo heshtje nuk mund të merret parasysh në përcaktimin e fajësisë apo pafajësisë. Që të gjithë këto janë elemente thelbësore që vlen të përsëriten. Në rastin konkret, zoti Smakaj nuk është marrë në pyetje nga ZPS e lidhur me hetimin e tij përpara ngritjes së akuzës. Megjithatë, ai ka zgjedhur që të përcaktojë se si do ta mbrojë veten, arsyet se përse i kundërshton në pretendimet e prokurorisë, këtë ka bërë përmes në dosjen e 19 tetorit të 2025. Ai është po kështu, ai ka kundërshtuar disa pjesë të transkriptimeve dhe të audioincizimeve që kanë të bëjnë me 2 data specifike që kanë lidhje me të, dhe e them se këtë ka bërë në mënyrë të drejtë, pasi siç e di vetë ZPS-ja, ndërkohë që i ka përgatitur argumentet deri kësaj jave dhe sapo ka paraqitur për trupin gjykues dhe për publikun një transkript në të cilin sugjerohet se zoti Thaçi ishte kërkuar me datën 7 tetor nëse mund të merreshin dokumente gjatë kjo një vizite, në fakt bëhet fjalë për një gabim interpretimi nga ana e ZPS-së, të cilin shërbimet gjyqësore të kësaj gjykate kanë konfirmuar se ishte gabim dhe se në fakt folësi pyeti nëse mund të sillte me vete dokumente në të ardhmen. Çdo supozim që ZPS-ja duhet ka gjithmonë të drejtë, jo vetëm që është e papërshtatshme, e padrejtë, por edhe në fakt edhe hutuese dhe çorientuese. Zoti Smakaj ka zgjedhur që t'i tregoj prokurorisë se si do ta mbrojë veten e vet në këtë gjykim. Që pavarësisht se ai ka qenë mik me Bislim Zyrapin dhe ka takuar të rregullisht, nuk ka mbajtur diskutime me zotin Zyrapi lidhur me dëshminë e tij në çështjen 6 dhe nuk i ka treguar asnjë dokument lidhur me të. Ju do të dëgjoni dëshmi gjatë këtij gjykimi se Bislim Zyrapi ka folur me ZPS-n dhe ka dhënë betim se do të thotë të vërtetën. Dhe siç ka ju thash, zoti Smakaj ishte shok me zotin Bislim Zyrapi, janë takuar rregullisht, por nuk e ka kontaktuar për të diskutuar dëshminë e tij me zotin Smakaj. Nuk ka diskutuar aspekte që lidhen me dëshminë e tij me zotin Smakaj, apo me askënd tjetër për atë punë. Dhe zoti Smakaj as nuk i ka treguar ndonjëherë ndonjë dokument, dhe në fakt as e ka ofruar dhe as e ka treguar ndonjë dokument. Zoti Smakaj
zgjodhi ta njoftonte prokurorin lidhur me argumentat e vet në këtë gjykim dhe në dosjen paraprake që nuk ishte pse ta bënte, për të treguar se ai nuk ishte në dieni për ndonjë protokoll për dëshmitarët në çështjen 6, apo ndonjë urdhër për konfidencialiteti për çështjen 6, apo që të ketë pasur ndonjë urdhër nga gjykata për dëshmitarët, apo për urdhrat mbrojtës, gjithmonë për çështjen 6. Apo çfarë do lloj emërtimi t'u japim këtyre dokumenteve që pretendon tani prokuroria se janë si bazë. Dhe rrjedhimisht ai nuk ka qenë në dieni që nuk po respektonte urdhrat e gjykatës, nuk është në dieni që e ka bërë këtë gjë. Edhe ZPS-ja nuk ka bërë asnjë njoftim se çfarë provash do të përdoren këta në gjykim për të treguar se ka qenë në dieni të urdhrave në fjalë. Nuk do të dëgjoni asgjë. Nuk ka prova se ai ka qenë në dieni të ekzistencës së këtij protokolli apo urdhrave përkatës të çështjes 06. Zoti Smakaj, sidoqoftë, e njoftoi paraprakisht prokurorin lidhur me provat e veta në dosjen e vet paraprake që nuk ishte pse ta bënte, për të treguar se ai nuk e ka parë dokumentin që pretendon prokuroria, dokumentin që prokuroria që dokumenti Smakaj. Pra, ky është i quajtur dokument Smakaj, e tregoi publikisht prokuroria këtë dokument, edhe ishte pa redaktime, kështu që afërmendsh ky dokument s'ka pasur të dhëna konfidenciale. Sidoqoftë zoti Smakaj ka thënë që nuk e ka parë në këtë dokument më përpara, por sidoqoftë ZPS-ja ne nuk na ka njoftuar se çfarë provash do të nxjerrin në këtë gjykim lidhur me dokumentin në fjalë, kur e mori prokuroria për herë të parë dokumentin në fjalë. Ju nuk do të dëgjoni asgjë në lidhje me këtë. Nuk ka prova për këtë, se dokumenti është sekuestruar prej ZPS-s nga automjeti i zotit Smakaj. Po thjesht do t'ju tregoj një fotografi të një dokumenti të ngjashëm në një veturë që pretendohet se është zotit Smakaj, pa dhënë asnjë kontekst në lidhje me dokumentin në fjalë. Zoti Smaka, sidoqoftë, e njoftoi paraprakisht prokurorin lidhur me provat që do të ketë në këtë gjykim përmes dosjes paraprake. Dhe një nga aspektet që është trajtuar është mungesa e shenjave të gishtave apo analizës kriminalistike të dashur të quajtur dokumenti Smakaj, siç e quan prokuroria. Dhe në fakt, ju do të dëgjoni dëshmi apo do të shikoni prova që më 6 dhjetor 2023 prokuroria informoi firmën e forenzikës që po bënte punën në këtë rast se nuk kërkoi asnjë vërtetim i shenjave të gishtave apo të ADN-s për dokumentin të ashtu quajtur dokumenti Smakaj. ZPS-ja ndonse e njoftoi paraprakisht ZPS-n që nuk e kishte parë këtë dokument më përpara, ZPS-ja nuk bëri asnjë kërkesë të mëvonshme më së paku që të bëjë një shqyrtim i shenjës së gishtave apo të ADN-s të këtij dokumenti, sepse i kërkuan firmës kriminalistike që ndomos e bënte një shqyrtim të tillë. Pra, qysh në fillim të këtij hetimi, prokuroria e bëri të qartë që nuk ishte nevojë as për ADN, as për shenjat e gishtave të dokumentit në fjalë që duan t'ia atribuojnë zotit Smakaj. Nuk është bërë asnjë punë edhe pasi zoti Smakaj u tha që nuk kishte dieni për dokumentin në fjalë. Po pse? Prezumimet
e ZPS-s lidhur me dokumentin Smakaj burojnë pikërisht nga pretendimet e vet prokurorisë, siç e dëgjuam sot paradite, që jo vetëm janë papërshtatshme, të pasakta dhe të padrejta, po janë edhe keq orientuese. Nëse prokuroria mund ta vërtetojë se prejardhja e këtij dokumenti ka qenë një dosje elektronike në njësinë e paraburgimit, për të cilën zoti Smaka s'ka asnjë lloj dienie, atëherë duhet ta shohim nga provat. Prova duhet të tregojnë që kjo dosje elektronike nuk mund të printohej pa kaluar në duart e oficerit të paraburgimit. Nuk po fajsoj askënd, ta kemi të qartë. Por argumentet e mbrojtjes janë këto. Kemi nevojë për një shpjegim alternativ si përfundoi dokumenti në duart e ZPS-s. Si arriti? Sepse dokumentin e ka marrë vetë ZPS-ja prej një oficeri të paraburgimit. Dhe nëse ka qenë në automjetin e zotit Smakaj, atëherë e ka vendosur qëllimisht ZPS-ja në automjet, vetëm që t'ia atribuoj dokumentin zotit Smakaj. Ky është një shpjegim alternativ, sepse i leverdis ZPS-s e kishin përmendur këtë dhe në dosjen paraprake, ndonse ne e njoftuam paraprakisht, zoti Smaka e njoftoi prokurorin dhe i tha përmes dosjes paraprake që këtë dokument nuk e kishte parë më përpara. Por sidoqoftë, prokuroria nuk na njofton se çfarë provash ka vetë prokuroria. A do të kemi ndonjë oficer të paraburgimit këtu që ta trajtojmë këtë aspekt? Nuk do të shohim asnjë provë, pra. Asnjë provë të vetme nga prokuroria që të identifikojë personin që ka printuar dokumentin që ka emrin për avokatët. Por, e vetmi provë që do të shohim ne është pikërisht prova që ka marrë tashmë numrin P00128, siç e përmendi prokuroria paraprakisht. Vetëm është vetmja provë që është dëshmia e një personi anonim. Pra, është dëshmia e një personi anonim në këtë rast. Dhe ju do të ashtu të dëgjoni që llogaria apo profili që u përdor për të printuar dokumentet ishte një profil që ndanin vetë të burgosur të parandaluarit, persona në paraburgim, më falni, dhe oficerët e paraburgimit. Nuk ka asnjë provë që të vërtetojë kush e ka printuar dokumentin për avokatët, nëse ky dokument ka ndonjë farë relevancë në këtë rast. Por në vend që të merremi me provat, sepse barra e provës e ZPS-s është, ZPS-ja me besim thot që kaq mjafton, po filloj edhe një herë, më falni. Pra, prokuroria i kërkon gjykatësit të marrë për të mirëqenia fjalët e prokurorisë dhe të mos respektoj detyrimin e prokurorisë për të vërtetuar çështjen e vet, bazuar në provat që janë paraqitur pas deklaratave hyrëse. Dhe synon të mos e pranoj prezumimin e pafajësisë dhe thot ju i nderuar gjykatës mund ta bëni këtë, dhe prokuroria zgjedh një mënyrë tjetër. Pra, ZPS-ja pretendon se ka gjithmonë të drejtë, edhe se duhet të merret të mirëqen për të mirëqen ajo që thot prokuroria. Ne sidoqoftë, po ashtu kemi besim në kjo anë e sallës së gjyqit, që ju do ta zhgënjeni ZPS-n në lidhje me këto nderuar gjykatës dhe do t'i shikoni provat me kujdes dhe të dëgjoni të gjitha dëshmit,
të merrni të gjitha provat, nga të gjitha palët dhe t'i kushtoni rëndësi faktit që zoti Smakaj është i pafajshëm përveç nëse prokuroria provon të kundërtën, provon në bazë të provave. Për këtë kërkojmë që ju të keni vëmendjen e duhur ndër gjykatës. Faleminderit zoti Riz. Zoti Edwards, na kanë ngelur 19 minuta përpara pushimit. Jeni në gjendje të përfundoni? Your Honor, Edwards, unë do filloj dhe do përpiqem mbaroj brenda orarit. Edhe për përkthyesë do përpiqem flas ngadalë. Më shumë se 27 muaj pasi është bërë arrestimi i parë i zotit Kilaj në shtëpinë e tij në Malishev, në qytetin ku ka qenë 2 herë i zgjedhur si krye komunar, më në fund fillon ky gjykim. Për më shumë se 27 muaj. 18 muaj të cilave i kaloi në paraburgim. Jeta e zotit Kilaj ka qenë pezull. Është e vështirë të parashikosh e të thuash se me sa padurim e kam pritur këtë moment familja e tij dhe ai, sepse më në fund, në një gjykim publik, bota do ta kuptoj sa e dobët është çështja e prokurorisë kundër tij. Ky rast, kjo çështje përfshin 5 akuzuar, janë 19 pika në akt akuz, çka do të thotë që është një çështje e ndërlikuar. Por të fokusohemi, siç do të bëj unë, në argumentat kundër zotit Kilaj konkretisht. Është shumë e thjeshtë. Dhe nuk është as pak e komplikuar nga pikpamja faktike. Ky rast para një gjykate ndërkombëtare. Argumentet e prokurorisë kundër tij mbështeten në një takim të vetëm në njësinë e paraburgimit të dhomave të specializuara më 6 tetor 2023. Zoti Kilaj dhe shoku i tij prej shumë vitesh, vllaznim Kryeziu, vizituan zotin Thaçi për disa orë. Qeshën, biseduan, kujtuan ditët e vjetra, folën për luftën, ku luftuan për të mbrojtur Kosovën e tyre të dashur. Ata folën për personat që i kishin njohur për shumë vitesh. Siç e dëgjuat sot paradite, prokuroria pretendon se zoti Thaçi i ka dhënë zotit Kilaj udhëzime që të takojë me dëshmitarët që do të dëshmonin në rastin e tij dhe t'u thoshte se çfarë duhet të thonin në sallën e gjyqit dhe si duhet të thonin. Dua ta bëj të qartë. Unë nuk do të trajtoj as pak se çfarë ka thënë apo nuk ka thënë zoti Thaçi me zotin Kilaj. Zoti Kilaj nuk pranon asgjë sa i takon udhëzimeve të pretenduara. Si në çdo gjykatë penale në botë, qoftë në Kosovë, në Britani, në Kanada, kudo, prokuroria i paraqet provat dhe prokuroria duhet të provoj provat e veta. Të vërtetoj që zoti Kilaj është fajtor për akuzat. Nuk është detyrimi i zotit Kilaj të vërtetoj pafajësinë e tij. Dhe nuk dua të përsëris ato që tha zoti Riz në fjalën e tij para pak çastish. Po theksoj edhe një herë se sa e rëndësishme është barra e provës, standardi i barrës së provës, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme. Por edhe nëse prokuroria arrin të vërtetojë atë që është diskutuar në vizitën e 6 tetorit, nuk ka asnjë provë të vetme që zoti Kilaj të ketë kontaktuar dëshmitarët e çështjes 6 më pas. Edhe më pak të ketë ndonjë provë
që zoti Kilaj të ketë takuar ndonjë prej këtyre dëshmitarëve më pas. Edhe më pak prova madje që zoti Kilaj të ketë thënë dëshmitarëve se çfarë duhet e nuk duhet të thonë kur vinë të japin dëshmi përpara këtij trupi gjykues në çështjen 6. Të nderuar gjykatës, gati 4 javë mes takimit të 6 tetorit 2023 dhe arrestimit të zotit Kilaj më 2 nëntor 2023, nuk ka asnjë provë të vetme për këtë periudhë kohore që zoti Kilaj të ke bërë ndonjë gjë në bazë të vizitës që ka pasur në njësinë e paraburgimit, asnjë të vetme. U largua nga paraburgimi të premte pasdite dhe vazhdoi jetën e tij në Kosovë 27 ditët më pas, deri sa ja kthyen jetën përmbys. Jo vetëm që nuk ka prova që zoti Kilaj të ketë bërë diçka pas takimit të 6 tetorit, por nuk ka asnjë provë për relevancën e veprimeve që ka ndërmarrë zoti Kilaj para takimit të 6 tetorit që të çon në deduksionin se ka pasur synim kriminal nga ana e tij. Pasi pam provat e vogla, të pakta që ka prokuroria kundër zotit Kilaj, ju i nderuar gjykatës do të kuptoni që thelbi është këtu synimi i zotit Kilaj. Sa takon 2 akuzave që janë ngritur për të në pikat 14 dhe 15. E thënë ndryshe në gjuhën juridike mens rea. Pasi paraqes ato pak prova kundër zotit Kilaj, prokuroria do ju kërkojë ju i nderuar gjykatës që të deduktoni synimin e zotit Kilaj, të dilë në përfundime lidhur me sjelljen e tij, sa i takon synimit që ka pasur ai, lidhur me pikat për të cilat janë ngritur akuzat. Po unë po them që tani nderuar gjykatës, prokuroria nuk do t'ju paraqes asgjë, asnjë gjë të vetme që t'ju ndihmoj ju të dilni në përfundimin që ata duan. Ka prova, nderuar gjykatës, që ju mund të dëgjoni nga prokuroria, që lidhen me barrën e provës, barrë e rëndë. Barrë që i kërkon prokurorisë të vërtetoj provat e veta për te dyshimit të arsyeshëm. Por kjo dëshmi, këto prova, në këtë rast, janë shumë të dobta ose inekzistente. Nuk do të shikoni asnjë provë për ndonjë konspirat, për ndonjë ndërmarrje kriminale të përbashkët apo përpjekje për ndërmarrje kriminale të përbashkët, që lidhet me zotin Thaçit në këtë akuzë. Ata thjesht njihen. Pra, zoti Kilaj, zoti Thaçi thjesht njihen me njëri tjetër, nuk kanë pjesë në ndërmarrje kriminale të përbashkët. Nuk ka asnjë provë që të ketë ndërhyrë ndaj dëshmitarëve. Kjo nuk është thjesht një argument i mbrojtjes, është realiteti. Secili prej të akuzuarve e dëgjuam pas ka pasur grupin e vet, sipas akt akuzës, nuk pretendoj që zotit Kilaj të ketë vepruar në mënyrë të bashkërenduar me zotin Smakej apo Fazliu apo Kuçin që të ndërhyjnë ndaj dëshmitarëve. Gjithashtu, nuk do të shikoni asnjë provë të vetme nga dëshmitarët 3 apo 4 që të jenë kontaktuar nga zoti Kilaj pas vizitës së 6 tetorit, apo nga çdo dëshmitar tjetër para vizitës së 6 tetorit. Prokuroria do të sugjeroj se zoti Kilaj gjatë vizitës me zotin Thaçi ka thënë se ka folur me një dëshmitar të prokurorisë përpara kësaj vizitës. Nuk është ngritur si akuzë, po unë do ta trajtoj edhe këtë pikë. Sepse është diçka e rëndësishme këtu. Edhe sikur të marrim fjalë për fjalë atë që ka thënë zoti Kilaj. Ai ka thënë që është takuar me një dëshmitar 1 javë para vizitës së 6 tetorit, që ka qenë shumë kohë pasi ky dëshmitar e kishte dhënë dëshminë në çështjen 6, kështu s'ka si të ketë ndërhyrë zoti Kilaj në dëshminë e tij. Ne flasim për dëshmitarin 4 dhe akuzat në këtë akt akuzë. Jo vetëm që nuk ka prova që zoti Kilaj ta ketë kontaktuar para ose pas 6 tetorit, po
ka prova pozitive, pra në favor të zotit Kilaj, që ky dëshmitar nuk është kontaktuar asnjëherë nga zoti Kilaj. Në një shënim të janarit 2024, dëshmitari 4 tha që për herë të fundit ka kontaktuar me zotin Kilaj nga viti 2017-2018. Ai nuk pranoi që ndonjë person kohët e fundit, pra janar 2024-s, të ketë kontaktuar për të diskutuar përvojën e tij gjatë luftës, apo që të ketë ndërhyrë ai dëshmisë së tij. Dhe ky person e ka mohuar sërish, pra përmes një shënimi në maj dhe sërish në qershor të 2025. Kjo është provë e krijuar nga prokuroria dhe janë fakte për të cilat jemi pajtuar ne si mbrojtje me prokurorin. Ju lutem, shikoni parashtrimin numër 4 sa takon fakteve të miratuara që u dorëzua dje. Prokuroria nuk ka asnjë provë për të kundërshtuar atë çka është thënë në këto shënime. Dhe kjo është realisht në përputhje me argumentat e ZPS-s. 11 muaj më parë, 21 mars 2025, parashtrimi 234, kur bëm një parashtrim lidhur me lirimin e përkohshëm, prokuroria tha kështu, sa i takon argumentave të veta për dëshmitarin 4. Është paragrafi 10 i dokumentit dhe thonë, sidoqoftë, kur dorëzuam materialet e fundit, pam që Kilaj nuk është takuar me dëshmitarin 4 dhe kjo nga ana tjetër tregon se Kilaj nuk ka marrë pjesë në përpjekje të përbashkët për të ndikuar në dëshminë e dëshmitarit 4. Kilaj ka treguar një keqkuptim të qartë të akt akuzës dhe vendimit të konfirmimit, të cilat nuk janë bazuar në faktin që zoti Kilaj është takuar me dëshmitarin 4. Rëndësia e kësaj prove do të diskutohet në gjykim sepse ZPS-ja ka pikpamje tjetër nga ajo që ka zoti Kilaj. Ja ku jemi tani. Është e premte 27 shkurt 2026. Dhe i lutemi prokurorisë të na ndriçojë tani, siç na premtoi. Kush është, cila është kjo rëndësi dhe relevancë e provave të tyre kundër zotit Kilaj? Dhe më konkretisht, cila është rëndësia e mungesës së provave që ai të ketë kontaktuar dëshmitar 3 apo 4. I kemi dëgjuar me kujdes prokurorin sot paradite, dhe do të them, unë nuk jam më i qartë tani sa i takon rëndësisë së mungesës së provave në këtë rast. Pra nuk jam më i qartë tani nga çka kam qenë një vit më parë. Mezi po pres në fakt të dëgjoj se çfarë provash ka prokuroria kundër zotit Kilaj, si do ta demonstrojnë këtë argument apo këto prova të forta kundër tij. Nuk është detyra ime, por ju lutem i nderuar gjykatës të jeni vëmendshëm gjatë këtij gjykimi të shkurtër, sa i takon diskutimet të 6 shtetorit, ku diskutohet që janë dhënë udhëzime për të manipuluar dëshminë e dëshmitarëve. Unë nuk po diskutoj çfarë është thënë e çfarë nuk është thënë atë takim, por nuk ka asnjë provë të vetme që ndonjë person të ketë ndërmarrë hapa për të ndryshuar dëshmitë e dëshmitarëve. As hapa përgatitor, e jo më tej hapa konkret, që janë të nevojshëm për të vërtetuar përgjegjësinë penale. Tani kaloj te kategoria e treta e provave që po ashtu mungojnë, dhe është kjo. Prokuroria ka marrë këtë vendim strategjik, padyshim, të mos thërras asnjë dëshmitar nga çështja 6. I vetmi dëshmitar që do dëgjojmë ne në këtë ditë, që është planifikuar në pak se një javë nga gjykimi, është një dëshmitar profesionist, kështu e përshkruaj unë këtë.